Si hu që jeni, sa në pyetjet hipotetike i kam marak, nëse ju kish ra për shembull me smu, për ne smundje, për unë azat, edhe nuk kish i gjithë qërem për shembull as te psikologu, as te neuropsikiatri, a kish i besu një hoxhës me shku më shëru te aj? Për shembull pit bombë, shtojmë këtë të na. Kërkimi i shërimit. Jo shtrirja në kokër shpinës edhe me ngrit durët e syt ka qeli o zot shërom. Por kërkimi i shërimit natyrisht se është përveç jetike që se cili njeri i shëndosh e kupton dhe e di se duhet bëhet, është edhe parim fetar. Njeri jo dohet ta kërkoj shërimin kudo që e gjanë. Në rast se, të pyetja juaj konkrete, në rast se një person nuk e gjenë shërimin të një mjek, do të me provue të tjetëri, me provu një ilaç tjetër, me i provue të gjitha format, dhe nëse dikush thët se filan hoxha dhe me ndihmuen këta, natyrisht se detyrohet njëri edhe me shku të hoxha e të prifti. Ja, s'po flas për raste konkrete. Po, ta bëjnë një pyetje, për shembull, a kështë shku për shembull me lyp shërem te Shefqet Krasniqi, shembull. Se e ki edhe mik? Po e kam mik. Edhe e qmoj miqësin time me te, nderohem me miqësin time me doktor Shefqetin, një hoxh i nevojshëm. Absolutisht. Për kohën për të cilën po jetojmë, dhe mos ta glorifikoj tash mohabetin këto. Une nuk e di se doktor Shefqeti mirët me këto punë frymë. Pani, po për shembull që pe mon me shembull se ke pyetja hipotetike, ta shembull me von. Nëse ai për shembull kish kënu Kur'an, a e kishe besu? Po marrë si jo. Po si jo. Janë da me që po pyet pra dhe për emne, janë da që si ju kisha shkuen. Për shembull, a gëzojmë edhe? Pa shembull, janë da të cilët, shiqa Sadri, kjo punë e shërimit, kjo nuk është puna vish të hoxha apo të prifti me u shërue. Por, shërimi ka efekt nëse krijohet një far relacioni besushmërie mes pacientit dhe mjekut. Cili do mjek që është, dhe këta nuk po e them teori time, po këta e thojnë edhe neurolog të njohër, shkencëtar të njohër. Nëse nuk i beson, ti vetë ke bo operacion. Po mos ti kishe besua ati mjeku që të ka shtrije aty edhe ka punu me skalper në tyje, a kishe me shku? Jo, absolutisht. Shërimi, pra, një ndër elementet që ndihmojnë në shërimin është edhe besimi i personit taj. E dyta, të krasti konkret, është një keq kuptim, bohet tek ne, një keq kuptim e pastaj edhe keq përdorim. Pse? Nuk do me thonë si t'jesh hoxh, t'i edhe shërus. Nuk do me thonë e lexon Kur'anin, ti tash dosh me shëru njerëz. Sepse, në fakt ne nuk e dim si njerëz, por mund t'i shohim parametrat kështu elementar. Jo se cila dua prej se cilit njeri pranohet tek Allahu i madhreshëm. Jo se cili njeri i qënë durët për pjetë, në rastin konkret për shërimin e dikujt, apo për leximin e naj dove aty, ne garantojmë se aj mund të shëroj. Pika fillestare dhe kryesore e këtyre njerëzve që shërojnë dhe pseudo shërojnë, është raporti i tyne me Allahun tek i cili lutën për shërimin e dikujna. Nëse aj nuk është i sinqert, nëse njifet për dalaveregji, nëse e bën këtë punë sa për me fitue për klikime ose pare, e që nuk është ndalume me fitu pare, natyrisht. Nuk është ndalume me fitu pare në mërtfes? Nuk është ndalume, jo në mërtfes, gjatë kryerjes se një pune. Une, për shembull, po shkoj me një tribun, ose ka marrë të ti, ose ka marrë të ti, shala ka me më që na i lagë me na i zafë. Ama ajo është tjetër është. Për shembull, a më ti me qelë, për shembull një diçka në mërtfes, me thonë, unë nuk besoj që është e lejuar me fej, për shembull, me caktu çmim. 50 euro haj malia e vogël, 100 e madhja. Po, feja, po, sipas
kolosit të mendimit islam të cilën unë e kam përkthyje, jam i pari dhe i vetmi shqiptar që i kam përkthyje veprat e Ebu Hanifës, shumë herë e kam përmend, po e përmeni me krenari, sa është një vepër, një punë madhështore. Ebu Hanifja,